Ke ardhë në Kosovë si përfaqësuese e një brendi shumë të madh. Prej kur ke ardhë ti me brendin tonë, na ke qelë të lashe me gratë. Apo? Po sepse të gjitha aty janë. Dhe s'ka nevoj me mendu shumë, veç me ardhë me ble. Si ishte për ty kur u ktheve pas kaq vitesh në Kosovë? Me të rëgut drejten, ka qenë shumë emocional, sepse me ardhë në Kosovë, me hap një brend të madh, me punë, që ju marrë këtë në atë kohë, ka qenë shumë mirë mi punëzu shqiptarët, edhe me punu në vendlindjen time. Dhe gjatë gjithë kohës këm qenë në punë, edhe në punë ka qenë si me qenë në Kanada, dhe s'ka ndryshu shumë, përveç që jam rreth shqiptarëve dhe ajo ka qenë knaqësi për mu. Normal që sfida dy në ardhë sepse ju mësuar me një mentalitet shumë ndryshe andej, por nuk është që nuk e kom vizitu Kosovën, gjithmonë e kom vizitu se e kom ditë që ka më pret në Prishtinë, në Kosovë. A e ke mendu që kjo ardhje jotja do t'jetë e përhershme dhe do të vendosesh për t'jetuar këtu? Jo, asnjëherë. Gjithmonë kom mendu që do e mbaroj kontratën, që ka qenë 2 vjetë, dhe do iki prapë në Kanada të familja ime andej. Por, ndërtova familjen tëm këtu. Surpriz? Surpriz. Do me thonë, fati është ai që vendos në fund. Ashtu e ka dash zote. Atë kujtojtë cila është gjëja e parë që e ke shit? Po, unaza. Unaza? Po. I kemi natural stone, këto unazat. Të gjitha janë të veçanta të ndryshme, dhe unaza ka qenë gjëra e parë që kemi shit në Meraki. A u gëzove? Kush e bleu, a e din? Po, një shoqe ime e ka ble. Shoqe e mirë, pra. Shoqe e vërtet. Shoqe e vërtet?